sa të vi letra ta çosh prap mbrapa, nuk ka logjik. Çfarë do ta ndjekin nëpërmjet televizionit apo telefonit? Mund të bëhet i penduar i drejtësisë nëse shikojnë që Partia Socialiste, po nëse ja Eldari thot gjithë to kulla janë dhënë me bekimin e Edi Ramës. Po jo, ka KKRT-ja thot Eldari. Po pra është Edi Ramës. Është po Edi Ramës Është me bekimin. Ato janë dhënë nga Rama, s'ka punë Erioni këtu. Po pra, këtë po thash. Po ti po më jam rregull, po më thot do i bëhet i penduar pse ka dhënë Rama kullat. Jo, po them në një Dëgjove çfarë tha Ermali, prandaj nuk e lidhem me atë që theti Eldari. Jo, pse ka dhënë Rama kullat, se Rama ka dhënë. Po them në gjithë që çfarë ka ndodhur dhe që akuzon Spaku. Erion Velia nuk mund të qenë lojtar tek pull. Po. Dhe në këtë pjesë, mund të ndodhi që ai të bëhet i penduar i drejtësisë dhe të flasë kundër Ramës. Mund të bëhet i penduar njëri që s'ka faj morburi dhe ju, që është i pafajshëm. Si të bëhet i penduar për çfarë kur s'ka bërë krim? Them në këtë sens, pra ai ndihet i braktisur tashmë që. Ju se dinë ndihet i braktisur se nuk e dim fare. Hipotetikisht se nuk po them. Jo, po ta them shumë sinqert o Ermal. I braktisur je kur të kanë braktisur. Ata e kanë braktisur atë për atë punë. Po se di more nëse ka përkrahje. Faktin që i thanë Xhafajt hesht, faktin që ja hoqën njerëzit nga lista, faktin që e lanë pa pushtet, faktin dhe që zvendësuan. S'ka pushtet, mos mund të ketë një pushtet njeri në burg më burë. Në konceptet europiane, në perëndim, për poste europianeve, një person që thjesht akuzohet dhe është në netim. Një gojën pëse sa i mos flisi për Veliajn, kjo nuk është i braktisje? Një sekund më me radhë, se do mi lesh me radhë se ngatron nga tema në temë dhe... Dakord. Ideja është, do të kuptojme para njërë, a i nuk tha mos fisi për Velia, tha mos sulmoni Spakun. Nuk tha mos fisni për atë të keqin, po mos sulmoni Spakun në asnjë lloj forme për askënd. Pa dyshim që rasti ndodhi tek Zoti Veliaj. Por, si pas logjikës time, nuk do të ndishte rrugën që ndoshta kundërshtari i tij, që e bëri Spakun copë çik me akuza deri nga më çuditshme që ishin organizat kriminale. Tani, pastaj është kryeministri, është në qeverisje, nuk mundet që një institucion që i ke ngritur ti me votat e tua dhe thua se është jotik, ne tani na që ka pa pritur, ose ke bërë punën mirë, ose të dolën fjalës këta prokurorët që po sot i kritikoj. Po pra për rastin e Veliaj, si që bëri dhe në fillim. Tani ideja është, unë nuk besoj se Erion Veliaj është vetëm këtë fazë, jam duke thënë normal. Pse nuk është vetëm këtë fazë? Nuk ndodh kursesi që kjo gjëja, ky ndryshim ose ky kandidim i një personazhi tjetër, tjetë bërë pa dijenin e Veliaj. Pra Veliaj nuk e ka marrë vesh sot nga burgu që do shkarkohet. Pra ju thoni që Veliaj e ka ditur që do shkarkoj sot? Sigurisht e ka biles e ka folur dhe me Ramën, absolutisht. Atë dhe e përgjojnë atje, çfarë të flasë? E çfarë do i bëjnë, çfarë do përgjojnë, çfarë po bëjnë? Nuk do jesh më, çka ka këtu për të përgjojnë, nuk po shpërndajnë tonelata me drogë. Pra ti thua që Rama e ka informuar. Absolutisht, vëlla që e ka informuar që kjo punë bënon këtu. Për sa kohë ai nuk arriti të ndryshonte dot masën e sigurisë, i bie që Rama e priti. Në thelb i bie që Rama e priti. A bëri sikur priti, kjo është paragjykim. Se u zgjodh Manastiriu. Prit. Po prit më të marrë, se më taj se kam shumë të rëndësishme. Të pjesën pastaj flasim se u zgjodh Manastiriu. Kështu që Erion Velia nuk mund të jetë vetëm. Erion Velia është vetëm përballë drejtësisë me trupën e avokatëve për të kundërshtuar prezumimin e fajshëm që pretendon prokurori, se për të vërtetuar që zoti Velia është i fashëm është detyrë e prokurorisë, nuk është detyrë e Erion Velia që të jetë i pafajshëm. Pra Velia nuk të shkojë atje të mbushi mendjen njerëzve që janë pafajshëm, janë prokurorët, aftësitë e tyre profesionale për treguar se ky zotëria ka kryer një vepër penale për akuzat që i kanë vendosur. Për të mos hyrë pastaj te prokuroria standarde që s'kan lidhje fare. Kjo gjë do zgjasë Ermal, ta thash. Sipas gjithë gjasave. Dhe nuk ka se si mos zgjasi. Shuplak për Spakun dhe se harrojmë ne, mund të jetë Erion Velia nuk ka nevojë për askënd, nëse është i pafajshëm. Erion Velia i duan njerëz ose institucione të jenë profesionale dhe me integritet. Dhe këtë gjë, një lloj
sinjalin ne kemi për ta marrë nga gjykata e Strasburgut sa i përket dosjes Velia për shkak masës shtrënguese që ka marrë prokuroria ndaj tij. Kemi për ta marrë dhe keni për të parë çuditëra, se unë po ta them, në mënyrën se si u sollën ata, mënyrën se si e bën këto, nuk gjykata e Strasburgut nuk merret me llogje kavaje, as me deklarata mediatike, më do marrë atë, ja kërkoj atë videon e gjyqit Adite që flisin këta dy prokurorët me njërin tjetrin, se sa i smur ishte çfarë i bënin këta atit, e din ta se ku do e çonin këta atë, të gjuhën, do shkojnë në Strasburg e harroje. E nxjerrin ata mos e kanë mjeshtra për atë punë të audios, ta që nuk të nxjerrin. Do e nxjerrin ata se si ka pas apo s'ka pas ndikim kjo gjëja personal, me fjalë, ndikim emocional ndaj subjektit në fjalë, pra prokurorin ndaj subjektit që ka marrë. Nuk mund dalim tani të themi që nëse keni një prokurori të papërgjegjshme, që unë totalisht e papërgjegjshme, totalisht e paaft, sa i përket politikanëve njerëz, sepse nuk i gjykoj, sepse nuk e njoh sferën tjetër, se mund të flas edhe për këta të tjerë të organizatave kriminale nëse kanë gabime ose idiotësira të tipit që se kanë bërë dhe me ta. Problemi është që se njoh atë pjesë, problemi është Erion Velia nuk ka pse nuk është vetëm për sa kohë funksionon gjykata e Strasburgut ose do funksionojë drejtësia herët apo vonë. Tani nuk mund të ecim si të themi pastaj, kemi institucione të pavarura, kemi ndarje pushtetesh, por kemi institucione të pavarura, kemi ndarje pushteteve, por Rama ta shpëtoi Velien. Çi duhet Rama Velie që ta ketë Ramën pas shpine? Në konceptin e demokracisë institucionale të vendit. I bie që pa nxjerr Rama nga burgu i Velia, jo se e meritonte. Jo, gjithsesi kush është pafajshëm le dali nga burgu vet. Erion Velia sot që flasë pafajshëm. Jo sot, por derisa të përfundoj vendimi i apelit. Kështu që nuk ka sens ky debat. Unë besoj se dhe Velia do ketë rënë dakord, besoj unë, për sa kohë ka dashur Tiranën, po marr të gjitha fjalimet e tij sikurse ka dalë në media, sikur ka pretenduar, të paktën, se unë zemrën nga brenda nuk ja shoh dot. Po them që gjithë ato që ka thënë që unë e dua Tiranën, e dua këtë qytet, besoj se vendimi i gjykatës lartë për të mos i ndryshuar masën e arrestit me burg ka vendosur dhe zoti Veliaj në komunikim me zotin Rama, me kryeministrin, kanë rënë dakord që kjo gjëja të ndodhte kështu siç ndodhi, që për Tiranën të zgjidhni kandidat, sepse me Tiranën nuk mund të vazhdojë më kështu. Dhe një nga sinjalet që e provon këtë është nëse Rama propozon